10 vitaminat jetike që duhet të konsumosh pas të 50 vjeç. Ardhja e moshës mbi 50 vjeç sjell ndryshime të dukshme në trup dhe metabolizëm. Trupi ynë ka nevoja të veçanta ushqimore për të mbajtur shëndetin e zemrës, kockave, muskujve, sistemit imunitar dhe funksionin e trurit. Vitaminat janë mikrobërësit jetik që ndihmojnë trupin të funksionojë në mënyrë optimale dhe të parandalojnë shumë sëmundje të lidhura me moshën. Në këtë artikull do të eksplorojmë 10 vitaminat më të rëndësishme që çdo person mbi 50 vjeç duhet të marrë përmes dietës ose suplementeve, duke theksuar burimet e tyre natyrale dhe rëndësinë për shëndetin afatgjat. 1. Vitamina D, gardiani i kockave. Vitamina D është thelbësore për thithjen e kalciumit dhe mbajtjen e kockave të forta. Pas moshës 50 vjeç, rreziku i osteoporozës dhe frakturave rritet ndjeshëm, dhe vitamina D luan një rol kyç në parandalimin e këtyre problemeve. Përveç kockave, vitamina D ndihmon në funksionin e muskujve, sistemin imunitar dhe mund të ketë një efekt mbrojtës kundër disa sëmundjeve kronike. Burimet kryesore: ekspozimi në diell 10-30 minuta në ditë, salmon, tuna, sardina, vezë dhe qumësht i pasuruar. Këshilla: pas 50 vjeç, shumë njerëz kanë mungesë të vitaminës D për shkak të ekspozimit të ulët në diell dhe reduktimit të prodhimit natyral të lëkurës. Testet e gjakut mund të ndihmojnë për të përcaktuar nevojën për suplement. 2. Vitamina B12, mbrojtësi i trurit. Vitamina B12 është e rëndësishme për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionin neurologjik. Me moshën, stomaku prodhon më pak acid klorhidrik, i cili është i nevojshëm për thithjen e B12, duke quar shpesh në mungesë. Mungesa e B12 mund të shkaktojë lodhje, dobësi, dhimbje nervore dhe probleme të kujtesës. Burimet kryesore: mish i kuq, pul, peshk, vezë, qumësh dhe produkte të pasura me B12. Vegetarianët dhe veganët shpesh kanë nevojë për suplemente. 3. Vitamina C, luftëtari i inflamacionit. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që mbështet sistemin imunitar, ndihmon në shërimin e plagëve dhe mbron qelizat nga dëmtimi oksidativ. Për personat mbi 50 vjeç, vitamina C ndihmon në mbajtjen e shëndetit të lëkurës dhe mund të ngadalsojë shfaqjen e rrudhave. Burimet kryesore: agrume, kivi, lule shtrydhe, speca të kuq dhe brokoli. Këshilla: marrja e rregullt e vitaminës përmes frutave dhe perimeve të freskëta është më efektive se sa suplementet e larta, pasi siguron edhe fibra dhe antioksidantë të tjerë. 4. Vitamina K, mbajtësi i kockave të forta. Vitamina K luan një rol kritik në koagulimin e gjakut dhe shëndetin e kockave. Ajo ndihmon trupin të përdor kalciumin për të forcuar kockat dhe të parandalojë osteoporozën. Në moshën mbi 50 vjeç, marrja e mjaftueshme e vitaminës K është thelbësore për kockat dhe për parandalimin e frakturave. Burimet kryesore: perime jeshile si spinaqi, lakra, brokoli dhe produktet fermentuese si djathi dhe kos. 5. Vitamina E, mbrojtësi i zemrës dhe trurit. Vitamina E është një tjetër antioksidant i fuqishëm që mbron qelizat nga stresi oksidativ. Ajo mbështet shëndetin e zemrës, funksionin e trurit dhe sistemin imunitar. Studimet tregojnë se vitamina E mund të ndihmojnë në ngadalësimin e përkeqësimit të funksionit njohës dhe në mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Burimet kryesore: arrat, farat, vajrat vegetale si vaj i bajames dhe sojës, spinaqi dhe avokado. 6. Vitamina B6, mbështetja e metabolizmit dhe trurit. Vitamina B6 është thelbësore për metabolizmin e proteinave, karbohidrateve dhe yndyrnave, si dhe për prodhimin e neurotransmetuesve që ndihmojnë trurin të funksionojë mirë. Pas 50 vjeç, niveli i B6 në trup mund të ulet, duke ndikuar në energjinë dhe funksionin nervor. Burimet kryesore: mish i pulës, peshk, patate, banane dhe drithëra të pasura. 7. Vitamina A, shëndeti i syve dhe lëkurës. Vitamina A është e njohur për rolin e saj në shëndetin e syve, duke parandaluar shikimin e dobësuar me moshën, dhe për shëndetin e lëkurës. Ajo gjithashtu mbështet sistemin imunitar dhe prodhimin e qelizave. Burimet kryesore: karota, patëllxhan, kungull, spinaq dhe produktet e qumshtit. 8. Folati, vitamina B9, mbrojtësi i qelizave dhe zemrës. Folati, ose vitamina B9, është i rëndësishëm për riprodhimin e qelizave, shëndetin e zemrës dhe funksionin e trurit. Tek të moshuarit, folati ndihmon në mbajtjen e niveleve të shëndetshme të homocisteinës, një aminoacid që lidhet me rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Burimet kryesore: perime jeshile, fasule, thjerza, avokado dhe drithëra të pasura. 9. Vitamina B1, thiamina, energjia dhe nervat.
Vitamina B luan një rol të madh në metabolizmin e karbohidrateve dhe prodhimin e energjisë, si dhe në funksionin e sistemit nervor. Mungesa e saj mund të shkaktojë lodhje, dobësi dhe probleme nervore, të cilat janë të zakonshme pas moshës 50 vjeç. Burimet kryesore: drithëra të plota, fasule, arra dhe mishi kuq. 10. Vitamina B2 riboflavina, antioksidanti energjetikës. Vitamina B2 është thelbësore për prodhimin e energjisë dhe mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi oksidativ. Ajo ndihmon trupin të shfrytëzojë karbohidratet, yndyrnat dhe proteinat në mënyrë efektive dhe luan rol në shëndetin e lëkurës, syve dhe mëlçisë. Burimet kryesore: qumësht, djath, vezë, mish dhe perime jeshile. Si të siguroheni që po merrni mjaftueshëm vitaminat? Dieta e balancuar. Konsumoni një kombinim të frutave, perimeve, drithërave të plota, mishit të dobët, peshkut dhe produkteve të qumshtit. Suplementet. Nëse dieta nuk është e mjaftueshme, suplementet mund të jenë të nevojshme, veçanërisht për vitamina D, B12 dhe K. Kontrolli i rregullt i shëndetit. Testet e gjakut mund të ndihmojnë për të identifikuar mungesat vitaminike dhe për të përshtatur suplementimin. Ekspozimi në diell. Veçanërisht për vitaminën D, 10-30 minuta në diell çdo ditë mund të ndihmojnë në rritjen e niveleve natyrale. Thellimi i vitaminave jetike për shëndetin pas 50 vjeç. Kur kalojmë moshën 50 vjeç, trupi ynë përballet me sfida të reja metabolike, hormonale dhe fizike. Mungesa e vitaminave kyçe mund të ndikojnë ndjeshëm në energjinë, shëndetin e kockave, funksionin e trurit dhe imunitetin. Në këtë pjesë do të analizojmë më në detaje çdo vitaminë dhe do të japim udhëzime praktike se si të mbani nivelet e shëndetshme. Vitamina D thelbësore për kockat dhe muskujt. Efektet e mungesës. Rrit rrezikun e osteoporozës dhe frakturave, veçanërisht të kockës së legenit dhe shpinës. Dobësi muskulore dhe lodhje kronike. Probleme me ekuilibrin që rrit mundësinë e rrëzimeve. Dozimi i rekomanduar. Për të rriturit mbi 50 vjeç, rekomandohet rreth 800-1000 IU në ditë. Suplementet shpesh janë të nevojshme gjatë muajve të dimrit ose për ata që nuk ekspozohen mjaftueshëm në diell. Mënyra praktike për marrje. Përdorni peshk të yndyrshëm si salmon dhe sarde, vezë dhe qumësht të pasuruar me vitaminë D. Kaloni 10-30 minuta në diell çdo ditë, por mos harroni mbrojtjen nga dielli i fortë. Vitamina B12, mbrojtësi i nervave dhe energjisë. Efektet e mungesës. Anemi me qeliza të mëdha të kuqe, megaloblastike. Dobësi, lodhje dhe humbje energjie. Problemet nervore. Ndjesi shpimi gjilpërash, dridhje dhe humbje kujtese. Dozimi i rekomanduar. Rreth 2-4 mikrogram në ditë për të rriturit mbi 50 vjeç. Suplementet orale ose injektimet rekomandohen në rastet e mungesës së theksuar. Mënyra praktike për marrje. Konsumoni mish të kuq, peshk, vezë dhe produkte të pasura me B12. Veganët duhet të përdorin suplemente ose ushqime të fortifikuara. Vitaminas luftari i inflamacionit dhe antioksidanti. Efektet e mungesës. Dobësitë e imunitetit që rrit ndjeshmërinë ndaj infeksioneve. Lëndim më i ngadalt i plagëve. Lëkurë e thatë dhe rrudha të hershme. Dozimi i rekomanduar. Rreth 75 ag për gra dhe 90 ag për burrat në ditë. Shtesat deri në 2000 ag janë të sigurta, por marrja e tepërt mund të shkaktojë diare. Mënyra praktike për marrje. Konsumoni agrume, kivi, lule shtrydhe dhe speca të kuq të freskëta. Shtoni brokoli të avulluar ose spinaq në sallata. Vitamina K mbajtësi i kockave dhe koagulimi i gjakut. Efektet e mungesës. Probleme me koagulimin e gjakut dhe gjakderdhje e lehtë. Dobësi të kockave dhe rritje të rrezikut të frakturave. Dozimi i rekomanduar. Rreth 90 sk për gra dhe 120 sk për burrat në ditë. Mënyra praktike për marrje. Konsumoni spinaq, lakër jeshile, brokoli dhe perime të tjera të gjelbra. Djathi, kos dhe produktet fermentuese gjithashtu janë burime të shkëlqyera. Vitamina E antioksidanti dhe mbrojtësi i zemrës. Efektet e mungesës. Dobësi e sistemit imunitar. Rritje e stresit oksidativ në qeliza, që mund të ndikojnë në shëndetin e zemrës dhe funksionin e trurit. Dozimi i rekomanduar. Rreth 15 ag në ditë për të rriturit mbi 50 vjeç. Mënyra praktike për marrje. Konsumoni arra, farra, avokado dhe vaj i bajames. Shtoni spinaq dhe perime të gjelbra në dietë. Vitamina B6, mbështetja e metabolizmit dhe energjisë. Efektet e mungesës.
dobësi, depresion dhe konfuzion, probleme me metabolizmin e proteinave dhe karbohidrateve. Dozimi i rekomanduar: rreth 1,7 ag për burrat dhe 1,5 ag për gratë në ditë. Mënyra praktike për marrje: mish i pulës, peshk, banane, patate dhe drithëra të plota janë burime të shkëlqyera. Vitamina A, shëndeti i syve dhe lëkurës efektet e mungesës. Shikimi dobësuar në errësirë, nystallopia, lëkurë e thatë dhe problemet me mukozën. Dozimi i rekomanduar: rreth 700 sk për gratë dhe 900 sk për burrat në ditë. Mënyra praktike për marrje: karota, kungull, patlıcan dhe spinaq. Konsumimi i produkteve të qumshtit gjithashtu ndihmon në absorbimin e vitaminës. Folati, vitamina B9, mbrojtësi i zemrës dhe qelizave efektet e mungesës. Rritja e homocisteinës në gjak, që mund të çojë në sëmundje kardiovaskulare. Dobësi dhe lodhje. Dozimi i rekomanduar: rreth 400 sk në ditë për të rriturit mbi 50 vjeç. Mënyra praktike për marrje: perime jeshile, fasule, thjerza dhe avokado. Shtoni drithëra të fortifikuara në mëngjes për një burim shtesë. Vitamina B1, thiamina, energjia dhe nervat efektet e mungesës. Dobësi dhe lodhje. Probleme nervore si shpimi gjilpërash dhe dridhje. Dozimi i rekomanduar: rreth 1-2 ag për burrat dhe 1 ag për gratë në ditë. Mënyra praktike për marrje: drithëra të plota, fasule, arra dhe mish i kuq. Vitamina B2, riboflavina, antioksidanti i energjetikës efektet e mungesës. Lëkurë e thatë dhe qarje në qoshet e gojës. Lodhi dhe dobësi e përgjithshme. Dozimi i rekomanduar: rreth 1-3 ag për burrat dhe 1 ag për gratë në ditë. Mënyra praktike për marrje: qumësht, djath, vezë, mish dhe perime jeshile. Udhëzime praktike për përfshirjen e vitaminave në dietë. Shtoni fruta dhe perime të shumëllojshme në çdo vakti për vitaminat A dhe K. Peshku i yndyrshëm dhe produktet e qumshtit të fortifikuar janë burime të shkëlqyera të vitaminës D dhe B12. Drithëra të plota dhe legume përmbajnë B1, B2, B6 dhe folat. Arrat dhe farat sigurojnë vitaminë edhe yndyra të shëndetshme. Për veganët, suplementet e vitaminës B12 dhe D shpesh janë të domosdoshme. Përfundim i pjesës 2. Mosha mbi 50 vjeç nuk do të thotë që energjia, shëndeti i zemrës dhe funksionet njohëse duhet të zvogëlohen. Me një dietë të mirë balancuar, suplementimin e nevojshëm dhe kontrollin e rregullt të gjakut, mund të mbani trupin dhe mendjen në formë të shkëlqyer. Vitamina që përmendëm jo vetëm që mbrojnë kockat, sistemin imunitar dhe zemrën, por gjithashtu ndihmojnë në ruajtjen e energjisë dhe vitalitetit të përgjithshëm. Tani që kemi parë rëndësinë e secilës vitaminë dhe efektet e mungesës, është koha të shohim se si mund t'i marrim ato përmes dietës dhe kombinimeve praktike ushqimore. Një dietë e balancuar mund të përmbajë të gjitha 10 vitaminat kyçe, duke ju ndihmuar të ruani energjinë, shëndetin e kockave, zemrën dhe funksionin njohës. Plani ushqimor 7 ditor, shembull praktik dita 1. Mëngjes: omlet me 2 vezë, spinaq dhe djath i ulët yndyror, vitamina B12, D, A, K. Snack, një kivi dhe disa arra vitamina C. Dreka: sallat me salmon, avokado, brokoli dhe far susami, vitamina D, E, K. Snack pas dite: banane dhe një gotë qumësht i fortifikuar B6, B2, D. Dark: patate të ziera me peshk të bardhë dhe perime të ziera B1, B2, B9, A. Dita 2. Mëngjes: drithëra të plota me kos grek dhe lule shtrydhe B2, B12. Snack: fasule të ziera dhe një lugë vaj ulliri B1, E, K. Dreka: pule pjekur me kungull dhe sallat spinaci B6, A, K. Snack pas dite: një dorë bajame dhe një moll S. Dark: tuna me quinoa dhe perime të gatuara me avokado B12, D, E. Dita 3. Mëngjes: smoothie me spinaq, kivi, banane dhe qumësht i fortifikuar SD B2. Snack: thjerza e zier dhe disa fara kungulli B1, B9, E. Dreka: sallat me peshk salmon, karota dhe brokoli A, D, E, K. Snack pas dite: djath i ulët yndyror dhe një pjeshke B2, A, S. Dark: pul me patate dhe perime të gatuara në avull B6, K, A. Dita 4. Mëngjes: tost me avokado dhe vezë të ziera B12, D, E, K. Snack: një portokall dhe disa arra C. Dreka: peshk i bardhë me sallat me spinaq dhe brokoli D, K, A. Snack pas dite: banane dhe kos i pasuruar B6, B12.
Dark. Fasule të ziera me perime të ndryshme dhe drithëra të plota B1, B9, B2. Dita 5. Mëngjes. Omlet me spinaq dhe djath B12, AK. Snack, një moll dhe një grusht bajame C. Dreka. Sallat me pul, avokado, brokoli dhe karota B6, EK-A. Snack pasdite. Qumësht i fortifikuar dhe disa ara B2, DE. Dark. Tuna e pjekur me patate dhe perime të ziera B12, DA. Dita 6. Mëngjes. Drithëra të plota me kos dhe banane B2, B12, B6. Snack, lule shtrydhe dhe një dorë fara kungulli C, B1. Dreka. Peshk salmon me sallat spinaci dhe avokado DEK-A. Snack pasdite. Djath dhe një pjeshke B2, AS. Dark. Pule zier me quinoa dhe perime B6, B9, K. Dita 7. Mëngjes. Smoothie me kivi, spinaq dhe qumësht i fortifikuar SD B2. Snack, një grusht ara dhe një moll S. Dreka. Fasule të ziera me sallat me karota dhe brokoli B1, B9, AK. Snack pasdite, banane dhe kos grek B6, B12. Dark. Salmon me patate dhe perime të gatuara në avull DAKE. Receta praktike për ditët e zëna. Smoothie energjie për mëngjes. Një kivi, një banane, një grush spinaq, një gotë qumësht i fortifikuar me vitamin D. Përzjeni deri të bëhet homogen. Ky smoothie mbush trupi me vitaminas D, B2 dhe sallat super ushqyese. Spinaq, brokoli, karota të grira, salmoni pjekur dhe avokado. Shtoni disa fara susami dhe një lugë vaj ulliri. E pasur me vitamina A, D, E dhe K. Omlet për energji. 2 vezë, një grush spinaq dhe djath i ullet yndyror. Ky kombinim siguron vitamin B12, D, A dhe K, perfekt për fillimin e ditës. Këshilla të përgjithshme për mbajtjen e vitaminave. Shmangni gatimin e tepërt. Shumë vitamina, sidomos dhe B, mund të shkatërohen me nxehtësi të lartë. Preferoni gatuarje në avull ose pjekje të lehtë. Kombinoni yndyrna të shëndetshme me perime. Vitaminat A, D, E dhe K janë të treqme në yndyrë, kështu që përdorimi i pak vaj ulliri ose avokado ndihmon absorbimin e tyre. Mos harroni ujë dhe fibra. Ndihmon tretjen dhe thithjen e vitaminave. Kontrolloni suplementet. Konsultohuni me mjekun për dozën e saktë, veçanërisht për vitaminën D dhe B12. Përfundim jetë e shëndetshme pas 50 vjeç. Me përfshirjen e rregullt të këtyre 10 vitaminave në dietën tuaj, mund të ruani energjinë, shëndetin e kockave dhe zemrës, funksionin e trurit dhe imunitetin. Një dietë e balancuar e pasur me fruta, perime, drithëra të plota, mish, peshk, vezë dhe produktet e qumshtit të fortifikuar. Është baza e një jete të shëndetshme pas moshës 50 vjeç.